Sot duhet të ndalem në 2 nga projektet më strategjike infrastrukturore të vendit, korridorin 8 dhe autostradën Shkup-Vllac. Këto nuk janë thjesht projekte rrugore, janë projekte që përcaktojnë drejtimin ekonomik, zhvillimor dhe euroatlantik të vendit tonë. Janë projekte që e lidhin Maqedoninë e Veriut me Shqipërinë, Kosovën, rajonin dhe Evropën. Por mbi të gjitha, këto 2 projekte janë dëshmia më e mirë e dallimit mes një qeverie që punon dhe një qeverie që merret me propagandë. Kur Bashkimi Demokratik për Integrim ishte pjesë e qeverisë deri në qershor të vitit 2024, këto projekte avancuan me ritme konkrete. U morën vendime politike, u sigurua konstruktet financiare, u kryen procedurat ligjore, u finalizuan projektet dhe punimet filluan në teren. Fatkeqësisht, sot po shohim një fenomen tjetër. Projektet që lidhin Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës nuk kanë më peshën politike që kishin kur Bashkimi Demokratik për Integrim ishte pjesë e qeverisë.